Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, vetëm një sheg në ditë shëron këto probleme shëndetësore. Shumë studime kanë vërtetuar se shega është një nga frutat me më shumë efekte shëruese e cila ndikon në përmirësimin e sëmundjeve të stomakut, zemrës, parandalimin e Alzheimerit, trajton anemin dhe parandalon rritjen e qelizave të këqija. Vetëm një gotë sheg mundet që të sigurojë organizmit tuaj 30% të kërkesës për vitamin C, 36% për vitamin K, 16% për vitamin B9 dhe 12% të potasiumit. Nëse ky frut do të përfshihej rregullisht në regjimin ton ushqimor, ne do të përfitonim shumë prej tij. Shega ka mjaft të mira shëndetësore, të cilat janë ende të pazbuluara, por sipas studimeve të fundit, mbetet një nga frutat më të rëndësishëm të kësaj stine. Vetëm një gotë sheg mund t'i sigurojë organizmit tuaj të gjitha mineralet e nevojshme. Në qoftë se ky frut do të konsumojë rregullisht, përfitimet do të ishin të mahnitshme. E pasur me vitamin A, vitaminën B5, E, C, acid folik, kalium dhe fosfor, antioksidante të tjerë, shega mund të quhet pa frikë një minjer e vërtet vlerash ushqyese. Ne këtu do t'ju tregojmë se si shega ofron përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Sëmundje kardiovaskulare. Disa studime kanë treguar se konsumimi i lëngut të shegës mund të parandalojë disa faktorë të cilët rrisin rrezikun për sëmundje kardiovaskulare. Tek njerëzit të cilët tashmë vuajnë nga sëmundjet koronare, konsumi i lëngut të shegës përmirëson qarkullimin e gjakut në arterje. Një studim i publikuar ka pohuar se lëngu i shegës mund t'ju mbrojë nga formimi i depozitave yndyrore brenda arterjeve tuaja. Kjo është e lidhur sigurisht me vetitë antioksiduese të këtij fruti. Kurse vitamina C pastron gjakun nga yndyrnat dhe ndihmon në një funksionim sa më të mirë të aparatit tuaj kardiovaskular. Këshillohet gjithashtu që ju të konsumoni rregullisht gjysmë gote lëng shege çdo mëngjes për 2 muaj me radhë. Shega është fruti me vetitë më shëruese. Shega është sigurisht fruti ideal për diabetikët, pasi njihet të ndryshe si insulina natyrale. Tek pacientët të cilët të vuajnë nga ky problem shëndetësor, lëngu i shegës ul sasinë e kolesterolit në gjak. Sipas studimeve klinike, lëngu i shegës nga ana tjetër apo ekstraktet e tij bëjnë të mundur që të vonojnë përparimin e sëmundjeve të caktuara, kundërto mund të përmendim sëmundjet e prostatës dhe të gjirit. Megjithatë, studimet klinike janë të nevojshme për të vlerësuar efektet e lëngut të shegës tek njerëzit. Balancon gjithashtu që rregullimet tuaja hormonale. Studimet e fundit kanë treguar se shega në saj të pranisë së madhe të antioksidantëve dhe fitoestrogjenit ka një veprim balancues në sistemin hormonal, qoftë tek burrat apo edhe tek gratë. Nga ana tjetër, ajo funksionon si katalizator i çrregullimit të humorit tek femrat në menopauzë, por edhe meshkujt mund të marrin më të mirën prej këtij fruti. Sidomos ata të cilët vuajnë nga sëmundjet e prostatës, konsumimi i lëngut të shegës bën mirë sepse vepron si një mburojë kundër qelizave të këqija. Përbërësit anti-inflamator i bëjnë shegët ideal për uljen e inflamacionit në trup, duke ndihmuar kështu në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, sëmundjeve të këqija dhe gjithashtu të diabetit të tipit 2, sëmundjes së Alzheimer dhe gjithashtu sëmundjeve të zemrës.
Përbërësit e shegës gjithashtu kanë veti të fuqishme medicinale të cilat mund të luftojnë bakteret e dëmshme në trup. Lëngu i shegës gjithashtu shërben për të luftuar virozat tek fëmijët dhe njerëzit e moshës së tretë. Forcon sistemin imunitar, largon toksinat nga organizmi, përshpejton tretjen e të tjerë. Nga të qenurit, një mbrojtje kundër gripi dhe deri tek luftimi i sëmundjeve të rënda, shegët kanë dëshmuar që të jenë mbrojtëse të shkëlqyera të trupit tonë. Gjithashtu ato janë të pasura me antioksidant dhe për këtë arsye munden që të luftojnë sëmundjet e ndryshme duke filluar tek ato të cilat na shkaktojnë dhimbje dhe inflamacion, ndërsa ka ende shumë përfitime të cilat munden të na vinë në ndihmë dhe të ndikojnë në trupin ton për një shëndet sa më të mirë. Mund të mbaj larg viruset dhe gjithashtu gripin sezonal. Sipas ekspertëve me lëngun e tyre dhe gjithashtu me kokrat e saj, shegët munden që të mbrojnë trupin tuaj nga patogjenët. Lëngu veçanërisht mundet gjithashtu që t'ju mbrojë edhe nga tërheqja e viruseve nga ushqimi i infektuar duke mbrojtur zgavrat e gojës. Gjithashtu, ekstrakti i frutave është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, i cili mund të ketë edhe një mbrojtje të shkëlqyer kundër gripit të zakonshëm. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se mundet që të ulë edhe presionin e lartë të gjakut. Vetit antioksiduese të shegës gjithashtu munden që të ulin presionin e gjakut përmes kaliumit. 100 gram sheg përmbajnë 236 gram kalium, diçka e cila ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe funksionit të zemrës. Mund të përmirësoj problemet e tretjes. Njerëzit që luftojnë sëmundjen e Crohn janë shumë të njohur me problemet e stomakut që rezultojnë në ulje të oreksit dhe humbje peshe ndër të tjera. Arsyeja për këtë është grumbullimi i baktereve brenda stomakut që rezulton në inflamacion tepër të rëndë. Një zgjidhje që shumë studime kanë gjetur si mjaft të dobishme është konsumimi i shegës. Ekstrakti i frutit duket se është një mbrojtës dhe një sulmues i mirë kundër këtyre baktereve që shkaktojnë të gjithë dhimbjen. Mundet gjithashtu që të ndihmojë të forconi kujtesën tuaj, veçanërisht në ata që luftojnë me Alzheimerin. Ky është përfundimi i studimeve ku u dha pilula shege pacientëve që do të bënin një operacion në zemër. Pilula e parë është dhënë një javë para operacionit dhe e dyta 6 javë pas. Pacientët vonë në re se kujtesa atyre ishte 100% e paprekur dhe madje edhe më mirë se më parë. Nga ana tjetër, pacientët të cilët nuk morën pilula përjetuan humbjen e pritshme të kujtesës pas një operacioni. Mund të balancojë efektet e diabetit. Është zbuluar se nivelet e larta të sheqerit të lidhura me diabetin mund të kontrollohen thjesht duke ngrënë një sheg çdo ditë. Këto fruta munden që të reduktojnë stresin oksidativ që është shkaku kryesor i diabetit. Ato gjithashtu reduktojnë llojin e keq të kolesterolit duke ndihmuar në ruajtjen e një niveli relativisht të ulët të sheqerit në gjak. Megjithatë, pacientët me diabet duhet të jenë shumë të kujdesshëm me marrjen e përditshme të shegës. Në fund të ditës përmban sheqer, diçka që duhet ta konsumojnë në sasi shumë të ulta. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!